Drejtoria për punë hidrometeorologjike njofton se reshje do të vazhdojnë ndërsa nga dita e hënë pritet ulje drastike e temperaturave. Java që vjen bën me dije ata pritet të sjellë temperatura shumë të ulta edhe atë të hënën. Temperatura më e ulët mund të jetë -13 dhe të martën -14 gradë Celsius. Nesër do të ketë reshje lokale bore, kur do të fryjë erë fort veriore, e cila do të vazhdojë të fryjë edhe të hënën. Nga fillimi i javës së ardhshme, në ndikimin e një presioni të lartë ajror, do të pasojë moti qëndrueshëm dhe i thatë. Në disa vende, temperaturat e mëngjesit do të bjerë nën -10 gradë. Gjatë 2 javëve ka pasur reshje të ndryshueshme, etapa me reshje bore, sidomos në zonat e larta, dhe periudha me reshje shiu në lugin gjatë kushteve pak më të ngrohta. Ka pasur erëra të forta, veçanërisht nga veriu dhe jugu perëndimi, që kontribuojnë në ulje të temperaturave të dukshme dhe ndjesi më të ftohtë.